Për rëndësinë e kësaj date dhe si nisi shpallja e pavarësisë e më pas të gjitha zhvillimet për këtë datë në rëndësishme, do ta vazhdojmë diskutimin këtu në studio me historianin dhe shkrimtarin Jusuf Buxhovi. Zoti Buxhovi, mirë se keni ardhur dhe urime kjo festë. Mirë se gjeta dhe urime dhe juve festa jonë. Faleminderit shumë. Zoti Buxhovi, nëse flasim për historinë, si nisi shpallja e pavarësisë, cilat ishin rrethanat historike, diplomatike atë kohë kur nisi shpallja e pavarësisë së Shqipërisë? Nëse mund të thuhet me pak fjalë, sepse është një hapësinë shumë e madhe, janë rrethanat më tragjike në cilat kaloi populli shqiptar së në tanësi. Sepse si di, do të thotë, pas marrëveshjes Hasan Prishtinës me Perandorinë Osmani në Shkup me 19 shkurt, ku faktikisht me 14 pikë kishin arrit një farë që mund quhet Shqipëria e Osmane, 4 vilajetet që u tjera, mas 3 javë shpërthejnë luftat ballkanike, cilat ishin pritshme, do të thotë ato, ai konstellacion ishte kriju, ato aleanca pritej vetëm që në shkruhet një marrëveshje mes shqiptarëve dhe Perandorisë Osmane, ku nuk do të lejoj ajo Shqipëri Osmane që do të ishte një Shqipëri evropiane. Prandaj kemi luftën e parë ballkanike. Në ato rrethana, do të thotë, tragjike për shqiptarët. Kjo është ndoshta njëra prej rrethanave kryesore apo jo tani? Që quan në shpallje. Ato ishin kryesore sepse hapësina shqiptare u përgjak, u pushtu prej 4 fuqive ballkanike. Malizi, Serbia, Bullgaria dhe Greqia. Edhe pse Perandoria Osmane llogaritej spaku ushtrakisht ishte superiore për ato, po ajo shumë shpejt kapitulloi. Kapitulloi armata parë në Rumeli dhe brenda 10 ditë ata arritën edhe në Kosovë, Maqedoni dhe i pushtuan gjithë hapësinën, Greqia jugun dhe Shqipëria u dhan 4 pjesë. Dhe ishte një situatë kur Austro-Ugaria bani çmos me të shpejt të i mbledh liderët shqiptarë që ishin jashtë burgosjes serbe, sepse Serbia i burgosi në Shkup, Hasan Prishtinë gjithë i drejtë Seferin, dragajt, kështu që meti pa krah politik shqiptarët në ato rrethana. Por Austro-Hungaria intervenoi me shpejt, mori Ismail Qemailin në Stamboll, që në Vjenë, prej Vjenës e përgatitet, do të thotë ajo rruga ishte kryesisht e përgatitur prej Austro-Hungarisë. Është interesi politik e Austro-Hungarisë që dijej prej kohës, prej krizës lindore tutje, që të ketë një Shqipëri e cila nuk do të lejon të dalin në drejtim të Serbisë dhe forcave satelitëve tjerë panslavistisht. Dhe ajo objektivisht Austro-Hungaria kërkoi për Ismail Qemailit ato që të shpallet pavarësia. Ishin 10 ditë shumë dramatike dhe prej përcjelljes të tij prej Vjenës deri në Alt Bërgdet dhe deri në Shqipëri. Kjo do të thotë ishte një situatë kur Shqipëria ishte e përgjakur, ndodhen 4 pjesë. Por 28 nëntori hapën një kapitull 3, ndorse e pushtume për gjitha fuqive, ajo dhe mesazhin se u kriju shteti shqiptar. Do të thotë, ajo ishte një kapërcim që mund të thuhet edhe historik që e kam dhe librin tim, po jo vetëm historianë serioz këtë e thonë, është kapërcimi i Shqipërisë pas 6 shekujve në familjen evropiane, prej nga ishte nxerrë në kohën e pushtimeve osmane. Konferenca e ambasadorëve do thotë që filloi me 17 dhjetor, e gjatë të thotë sa dohet formalisht një Shqipëri të shpallne. Nëpse vlora është e rrethuar prej gjitha fuqive grekëve, serbëve tjera, por prapë ai ishte një pozicion i cili mundsoi që konferenca e ambasadorëve të thotë dikun në gusht të vitit në të pranoj Shqipërinë si principat me një princ gjerman në mbikëqyrjen e 6 fuqive evropiane për 10 vjet, por këtu desha pra të them se ishte një fitore jashtëzakonshme historike shqiptarëve, ndonse me një tragjedi të madhe se Kosova dhe Maqedonia meten në Serbi, ato meten pushtume. Si sqarohet që këto territore troje shqiptare, zonat e Kosovës mbeten jashtë? Meten sepse konferenca ambasadorëve ja la atë, sepse konferenca ambasadorëve në parim
nëse shikohet prej krizis lindore të tje, vesmas vitet kur do të fillojnë harta re shteteve evropiane në hapësinën perëndërisë osmane, shqiptarët faktikisht ishin destinuar të ndahen, të coptohen. Rusia kishte parapaqe edhe ato 4 vilajete që kishin me Rumelis, ma prekën edhe Kosova, Shkodra, vilajeti i Manastirit edhe Janinës, ato dhe Serbia, Greqia dhe Bullgaria i kishin planifiku për me nda. Rusia bënte që mos që s'paku 2 vilajetet të metëshin për alat të vetë, që ishin strategji panslaviste. Austro-Hungaria bënte që mos dhe arriti atë që s'paku Bergedeti dhe pjesat atje të metet një Shqipëri. Sa do e përgjysmome, por kur në Adriatik nuk do të delte Serbia. Kjo ishte ajo strategjia dhe gjithë ajo që ishte një kompromis i fuqive të tërshme evropiane në konferencën e ambassadorëve, që dahen 50-52 vilajetet që takojnë sfera të interesit Rusisë me satelitë vetë dhe 2 Austro-Hungarisë. Por kjo ishte ajo rrugtimi që ne mund të quajmë historik, rrugtimi i përgjakshëm edhe i mundimshëm i shpalljes pavarësisë, por them, ka shumë fjalë, flitet andaj se Evropa në ndau, në coptoj, në boni, s'boni, ka gjithë farë kësi interpretimi, po interpretimi historik, unë mendoj se është ma i drejti se me gjitha te, ato fuqi evropiane e pranon Shqipninë, edhe si të përgjysmume, sepse ishte pushtume prej 4 dhe ato fuqi evropiane, mandej vesmas Austro-Hungaria, pjesërisht dhe Italia, bon që mos që të zbrazen, të largohen ushtrit pushtuse prej Shqipërisë. Deri në 13-shën e kemi njësit serbe dhe greke, nuk e lëshojnë Shqipërinë, deri sa bine të kufive, gati deri në 14-shën kur fillon kjo Princ Vidi vjen dhe fillon lëvizja anti-shtetë e Haxhi Qamilit. Po në këtë aspekt mund të themi se janë një sikur, merret edhe paralelin që kemi sot me shtetin e Kosovës. Edhe shtetin e Kosovës e ndihmon vendet perëndimore. Do të thotë pa angazhimin e NATO-s, pa bombat e NATO-s, dhe pa gjithat atë mbështetjen që ja dhanë lëvizjes institucionale pasore, drejt ajo rezistencës armatose ishin prej perëndimit, drejt pas drejt të ndihmuar prej amerikanëve. Edhe gjitha ato fazat që ishin, amerikanët kishin fjalën kryesore, do të thotë edhe Rambuje, mas Rambujes, bombardimet, gjitha ato ishin projekt amerikan. Edhe pavarësia Kosovës në procesin përfundimtar që faktikisht u hendikepu mas vdekjes së Rugove se komision që ishte në Vjenë, amerikanët e morën përsipër dhe e përshpejtuan që shteti Kosovës njihet, mos lejohet të vazhdojë gjendja status quo-s. Edhe po përfundoj me këtë, nëse ju kujtohet, në qershor të vitit 2007, George Bushi në Tiranë, kur ishte në Shqipëri, tha mjaft Shqipëria e Kosova duhet njihet si shtet. Do të thonë, këtë aspekt kemi 2 çështje që duhet të kemi parasysh. 2 shtete shqiptare sot në Ballkan janë të arritur në atë shqiptarizmit. Edhe Shqipëria që i përgjysmuar që ja doli mas një shekullit, megjithatë tash është antare e NATO-s dhe ka shumë rëndësi se është faktor rajonal, po edhe Kosova si shtet i pavarur, që unë e konsideroj se është arritur në madhe shqiptarizmit, ndër më të mëdha në këtë shekullit, krijon një mozaik të shtetësisë shqiptare në rajon shumë të rëndësishëm, si faktor rajonal, cilët janë poshtur në anën e shërbave të perëndimit dhe në pjesën e gjeostrategjisë perëndimore. Ky është një rezultat që sot na duhet ta përshëndesim, duhet të jemi të vetëdijshëm, do të thonë, për këtë rrugë shumë të rëndë që e kalon shqiptarët gjatë tyre 100 sa vjetë, por duhet jemi të vetëdijshëm edhe për përgjegjësinë në cilën ngarkohen 2 shtetet, politikat e 2 shteteve, që këto të arrituna të mbesin tilla, të avansohen dhe të shkohet gjithnjë e më tutje drejt integrimeve evropiane dhe veri atlantike, të cilat janë jetike për shtetin e Kosovës. Pa këtë konstelacion të integrimeve, do thotë, evropiane dhe veri atlantike, vesmas me Aleancë me SHBAN,
shteti Kosovës, po dhe Shqipëria rrezikohen. Po, dhe kur flasim tani për dyja shtetet, perspektiva atyre nuk është edhe shumë afërt, apo jo, Shqipëria shumë afër Bashkimit Evropian dhe ajo është antari i NATO-s, është antari i NATO-s, ka shumë rëndësi. Kosova është më mbrapa, apo jo tani? Kosova është më mbrapa, por na këtu megjithatë kur hapet kjo çështje, do ta kemi parasysh se nga themelimi i shtetit, shpallja e pavarësisë Kosovës në vitin 2008, nuk e kemi pas një politikë përgjithshme konsistente të faktorëve politik rreth asaj se ky proces nuk ka përfundu. Shtetësia e Kosovës edhe pse është pranuar, është njohur prej 100 sa shtete, veçmas prej alatëve tonë më të rëndësishëm SBA-s edhe këtyne, ai proces nuk ka përfundu. Nuk ka përfunduar sot dhe gjithë ditën. Ne mund të themi se në këto fazat kalimtare, veçmas pas 2010-s kur Gjenedea e pranoj shpallej si të drejtë shpalljen që nuk është në shpërputhje me drejtën ndërkombëtare, prej atij momentit do të thotë është bartë përgjegjësia të klasa jonë politike. Prej atij momentit unë mendoj, edhe jo si historian po them, po dhe si qytetar i Kosovës, kemi shpërputhje mes interesit shtetënor dhe interesit të individëve të caktuar në dëm të shtetit Kosovës, sepse kanë filluar marrëveshjet edhe 13-shit edhe mandej ajo e 15-shit, jo t'jenë, do të thotë, në përputhje me gjendjen kushtetuese të Kosovës. Po veçmas kemi çështjen e asociacionit dhe drejtave të minoritetëve, të cilat janë kategori kushtetuese, të cilat na jemi të obliguar të respektojmë, jo vetëm të respektojmë, po edhe të pozitivisht të aprovojmë, sepse miqat bazë është njohur edhe shteti i Kosovës. Aty atë filluan problemet me listën serbske, u fut lista serbe, u futën aranzhmane të ndryshme, të cilat kujtoj se kanë qenë dëmshme dhe vazhdojnë prodhojnë pasoja. Prodhojnë pasoja sepse po që se do të ishte një klasë e përgjithshme politike në ato vite, nuk do të hapte çështjet që janë hap sot për arsyena të ndryshme, shantazhimeve të tjera të politikëve. Cilat çështje konsideroni që nuk do duhet hapën? Çështja e asociacionit konsideroni? Po, unë mendoj se punën e parë që është darë ta bëj klasa politika tashme, që edhe tash le duhet ishte në drejtim, është darë ta themelojë asociacionin përputhje me Kushtetutën e Kosovës, që të mos ketë kompetenca ekzekutive. Dhe ajo çështje do të mbyllej. Përkundrazi do thotë, prej 13-s, kur e bëhen ato marrëveshjet me ta dhe parimet që merren mandej, aty kemi involvimin drejt për drejt të faktorit Beogradit në politikën e Kosovës nëpërmes listës serbe, tjerëve që është menduar se gjoja ato struktura paralele që u krijuan atëherë do të mund të futeshin në sistemin e Kosovës, në kornizën shtetënore, por ajo nuk ndodhi, dhe sot Kosova ballafaqohet me shumë probleme. Thash, problemet janë politike. Do të thotë politika. Dhe kur jemi zoti Buxhovi te asociacioni, është përmendur edhe sot kemi raportuar edhe gjatë këtij edicioni që në draft konkluzat e Këshillit Bashkimit Evropian Kosovës i kërkohet që ta themelojë asociacionin pa vonesa. A preken themeljet e shtetit nëse Kosova vazhdon me këtë asociacion ose cila do duhet ishte çësia politikës e liderëve qeverisë ashme për këtë temë? Unë e thash edhe në fillim, po që se do të fillohej 2010-shën, të zbatohej ajo që parashiste frima obligimit të Kushtetutës Kosovës, një asociacion pa kompetenca, nuk do të prekë kurrë. Nuk do të kishim kurrë probleme politike dhe riciklimin e tyre që po bëhet prej kohës kohë. Edhe ka ndodhur ajo që ka ndodhur, do thotë. Janë shtresu problemet. Çdo draft që ka ardhur i ri, ato që janë iniciativat evropiane dihet, ka shku, ka ardhur me dome më të mëdha për Kosovën. Dhe sot tash jemi në një situatë të fundit, për shembull, na duhet ta themi këtë, kur janë shkruar marrëveshjet e Brukselit dhe të Ohrit para 2 vjetë, ato janë obligative. Marrëveshjen e Ohrit, që mbështetet atë të Brukselit, pika 10, pika 7 e marrëveshjes së Ohrit parashes tutje asociacionit.
jo vetëm asaj që ishte apuru prej thaqet të kësaj, edhe shkon tutje, bili, shkon aq larg, sa që aty parashihet edhe arbitrazhi për çështjet cilat janë kontestuese në raport edhe në mes qeverisë Kosovës dhe asaj vendore të asociacionit. Prandaj, këto janë problemet cilat tash na ballafaqohemi me to. Duhet gjendet një kompromis që këto të zgjidhen. Kosova ka obligim këtë çështje. Ne mund të skrivojmë sa do, mundet politika të përdor fjalore populiste të tjera siç i ka përdorur për shembull. Mund të anatemohet çysh doni edhe lista serbske që për mua për shembull është e papranueshme. Bile, e kom thonë dhe në moment se është përdorur edhe fjalor fashist ndaj tyre, jo pse lista serbske është jashtë mikëshyrës Beogradit, përkundrazi. Ajo është komplet e dirigjuar prej tyre. Por ato duhet pasë pse ka ardhur ajo, kush është ato dhe kush ka lojnë dhe lunë edhe matutje, por na duhet ta dimi se lista serbe është parti e regjistruar në Kosovë. Është pjesë e pluralizmit të Kosovës. Çfarë do diskurse që na i quajmë ata, jo ky po bën koalicion me ta, janë tradhtarë të tjera, ato janë dëmshme për Kosovën, dhe në përgjithësi këto biseda që po bëhen rreth asociacionit, që shpejt të vinë edhe në renditës, do të na ngarkojnë edhe më shumë. Bile do të na ngarkojnë nga si për masa, se nëse përdoret gjuha, që është ndëgjuar për shembull i presidentës rreth një gjykatësit atje thotë se dëmton sigurinë, do thotë është një çështje e jashtëzakonisht e ndihshme, është dashur reagoj prokurori për atë, nëse në gjykatë është në vëzhgimin edhe në si hipoteka tradhtisë shtetërore, ai duhet eliminohet. Nëse jo, do të bëhet përgjegjësi politike, presidentja që e ka thonë atë. Edhe në përgjithësi do thotë, ky diskurs duhet të heqet prej politikës zyrtare. Lista serbske pavarësisht, thash, është pjesë e parlamentarizmit. Sot bilim poshtë një anomali tjetër që po përdor politika ditore për një kuvend që do të mahet mas 4-5 ditë në mitërisjen e Vreut, komunal. Edhe thot, ata kanë shkruar aty Republika Kosovës dhe Shqipe Pashat. Del, televizionet tona, aty thot, u dorëzoi lista serbske. Shiko, ajo pse ata kanë zbatuar kushtetutën është fitore e Kosovës. Nuk ka humс, nuk duhet në këto konstellacione na të ndërtojmë, aha, na e thym këtij, e fitoi ky, tash shpallim këta heroj, tash shpallim atë tradhtar. Inkorporimi i listës serbske në legjislacionin e Kosovës është fitore e Kosovës, sepse me te na i tregojmë se edhe qytetarët serbë të Kosovës janë baraz me ne, shtetas barabartë. Edhe kjo është ajo prandaj që na që shtrut edhe ju. Do të ketë shumë probleme që të kalohet kjo që është nënshkruar edhe po e skrivohet. Bili unë këto probleme që i kom pa, që një vjetë gati, sa pas gjasin këto... Konsideroni që edhe kjo blokat lidhet më shumë me temën asociacionit tani ajo? Për asaptimin lidhet pikërisht me këte. Se qeveria e cila e ka shumicën kështu, por nuk arrit të formojë institucione. Të bëjnë, po edhe opozitat të dyjat ikshin prej përgjithësisë, sepse ajo ka mund të shumë letë të eliminohet për shembull ai problem, s'pako mos vim dhe ditë tona. Kryeparlamentarit votohet, kryeparlamentari nuk është kur fa problemi, apo kryeparlamentarja edhe kalohet fazën e 15 ditësh. Aty mandej nuk do të kishte kur fa lojna. Ki 15 ditë e bën, se ki 15 ditë kalon përgjësia të tjerë, se ka shpallën zgjedhje të jashtëzakonshme, e jo me ardhë kështu me blloku institucionet dhe imazhi i Kosovës gjatë këtyre 8 muajve ka humbur dukshëm në raportet ndërkombëtare. Ka humbur edhe në këtë që e kemi problemin e asociacionet e tjera, sepse diskursi i triumfalizmit, i gjumës që na që shka po bojmë me kënej Serbia për ndërmëna sulmu tjera, ajo ndikon që faktorin ndërkombëtar, ku të vjen të çështja e asociacionit, objektivisht të mbrojë interesat maksimale të serbëve të Kosovës, sepse thotë po rreziku kanë këta, se shiko është e pakuptueshme për mua, po jo vetëm për mua. Po thoni që vetë po krijojmë atmosferë të tillë duke treguar që nuk po ofrojmë komoditet mjaftueshëm me drejtat e tyre. Mas pari nuk kemi guxuar as në moment të majorizojmë
kandidatë e listës, sepse pa marrë parasysh çfarë kanë qenë ata. Edhe votimi që e boni në fund, LDK-ja më kujtoj se është antikushtetues, sepse ai lezohet shumë lehtë, nuk nevojë, duhet një jurist i thjeshtë i parlamentit, tregon se nën kryetari e shumicës e propozon partia shumicë që ka, ata kanë lista sërbëve. Edhe kjo është ai problemi që tash unë mendoj se kur do gjykata kushtetuese mund ta kthej prapë si votim antikushtetues. Kujtoj se aty... Megjithatë më është shpërndar kuvendit tash. Po shiko, pavarësisht, gjykata kushtetuese ka forcën e vlerësimit. Duke ja njoftur pasaj thoni të drejtën që në seancën e radhës, kur të ketë kuvend, lista serbe ta ketë të drejtën e në kryetarit. Po, pavarësisht, gjykata kushtetuese mundet me shpallë si vendim, nëse kujtohet, qeveria hoti ka ra pikërisht për një mas cilë që ka për një votim që ka bo dikush tani, për ne, dhe shta them këtu. Unë e kom kritikuar për kritikoj prap LDK-n për një qëllim, për një qëndrim jo kushtetuese para, dyta, LDK-ja në historinë e saj gjithmonë e ka pas prej rrugove se në vazhdimisht ato tolerancë ndaj pakicave, dialogun politik, marrëveshjet politike, në dim rrugova kur ka pas shumicën dy herë ka bo kompromise, ka dhanë kryeministrin edhe PDK-s edhe i të në kohë në mund të klasim për frimin e tolerantës rrugovës, cili për mu është një person historik dhe dijet s'kem shka, veç më të Rambuje. Rambuje, rrugova ka heq dorë dhe klon delegacionin të heq thaqi, sepse ka pasë në ato rrethana faktori luft është ai cili e përcakton politikën dhe faktori të ndërkombëtar është dasht, faktori rezistencës të armatosur, që ai faktori luft, ta kthej diskursin prej luftës politikës të politika luftës. Edhe ajo ka qenë shumë funksionale, aty shqiptarët kanë fitu poenat jashtëzakonshme me atë ujdi, ndërsa sot shqiptarët në kohë paqe nuk po arrin në përgjithësi, në raport. E sot, për shembull, kemi ardhur situatë mas 25 vjetë, tregojmë kokëfortësi, tregojmë inate, tregojmë interesa shumë të ngushta, dhe jo atë të ke fundit votuesi, qytetari, nëse voton pavarësisht se cilën parti që farë, ajo e voton që ajo të jetë të japë zgjidhje, çështje parlamentare jo, të thotë jo, unë nuk bëj koaliksion me këtë, nuk bëj vijat kuqe, nuk ka. Në jetën parlamentare është kompromisi ai që e përcakton një rrugë. Megjithatë, zoti Buxhoja, mund të themi që asnjëra prej këtyre partive të mëdha nuk kanë treguar deri më tani që janë të gatshme të bëjnë kompromise apo çfarë? Nuk kanë treguar sepse prapë po kthehem te ajo. Partitë e mëdha absolutisht nuk kanë dashur ta kenë përgjegjësinë e pushtetit sepse i kanë treguar edhe sot marrëveshjet që në shkru që janë valide ato. Mundet sa do me thonë aktivistat politike tjera jo. Ajo që është në shkru në Bruxelles dhe në Hrit, ato e në valide. Ato kanë peshën e dokumenta ndërkombëtare. Ato duhet zbatohen. Me këtë kulturë politike na duhet të mësohemi. E jo të dalim në për studio, bojmë mashtrime, ky ka fajin, ky se ka fajin. Ajo që ndërkombëtarisht pranohet duhet të zbatohet. Aty ruhet kredibiliteti i shtetit Kosovës, sepse thash na jemi në situatë geostrategjike për fat të mirë, sepse jemi në këtë që Amerikanë nuk të lëshojnë. Edhe Serbisë, edhe Kosovës, edhe Bosnës fund kanë mja kriju një relacion që të pranohen të rijat, ndoshta me pakon edhe në Bashkimin Evropian edhe në NATO, siç ka qenë me pranimin e Bullgarisë, Romanisë, atë shkuan bashkërisht. Por kjo sjellje e papërgjithshme politikave tonë, që një vjet mos me gjetë zgjedhje, kjo e dëmton imazhin e Kosovës. Gjithë i ngarkon me përgjegjësi. Unë e them se edhe opozita, edhe ata që kanë marrë shumicë, edhe këta e mojtë njëjtën përgjegjësi. Njëjtën përgjegjësi, nuk ka alibi këtu. Kështu që fajtor kryesor për këtë situatën ku jemi, është skena gjithë bashkë me politike e Kosovës, e cila nuk ka vazhdu të jetë në kursin e politikajve cilët sot janë në themelit të shtetërtimit Kosovës dhe të kësaj që na sot e kemi, që mbështetet në aleancën me përndimin, veç me SBA-n. Çfarë do lëvizje jashtë
këtyne konstelacione për interesa të ngushta ose tjera, Kosovën e dëmton deri në atë mos, sa që mund të ketë edhe pasojë shumë të rënda. Po, dhe a prisni që pas këtyre zgjedhjeve të katërtave tani me radhë mund të ketë ndryshime dhe të shohim kompromise qeveri dhe pasaj të filitit për të temat doja për cilat thoni që janë të pashmakshme? Unë mendoj se kompromiset duhet ketë. Nëse nuk shkohet të kompromiset, faktikisht Kosova atër gjendet në një me qenë apo mos me qenë statusi saj politikë, sepse bota nuk mundet neve vazhdimisht me në ndëgju këto ato që ka thome na, huqet tona tjera. Mandej, na duhet prit, kemi parasysh se kriza e Ukrajinës është ne gati në një fazë kur duhet të jepet përgjigje. Tash kemi këto 20 sa pikat e barraveshte. Aty duhet viti kompromis, se nuk shkohet më gjatë. Dhe Rusia din që nuk mund se aty po lufton përëndimi me Rusinë, Evropa me Rusinë. As Evropa nuk e din që mund të mund Rusinë. E dyta, nuk është interesasht i shrëbjave që të renohet Rusia nga mrena. Duhet bipolariteti të kthehet, se vetëm e runë balansën dhe tash do të keme ty. Dhe mund shpresoj që shpejt do të jetë një kompromis me Ukrajinën. Atëherë, automatikisht, Serbia dhe Kosova dhe duhet të paraqesin një alternativë të një marrëveshje. Nëse na vazhdojmë unë prap druj për shembull, sepse dhe zgjedhjet e ardhshme që do të marrin tash, nuk do të ketë ndryshime shumë të mëdha në skelën politike sa i përket partive. Një plus 2 minus plus nuk do të jetë më shumë. Prap do ta kemi një situatë kur një parti do ta ketë, unë mendoj se vetëvendosja, prap do të jetë partia e parë, por jo me do të ketë edhe më rami por e para. Edhe tri tjerat, cilat nëse shkojnë me jashtë në një koalicionit, atë prapë do ta kemi gjendjen që kishim deri tash. A do shkojmë na pafundësisht me inate, me... Pastaj kemi edhe çështjen e presidentit, apo jo kështu shë... Edhe presidenti e ngarkon plus problemi. Sot që mendoj se çështja e presidentës më shumë po dramatizohet, sa e mund zgjedhë shumë lehtë. Presidenti atë ngarkon një funksion më shumë, si thonë, simbolik. Por dy partimin e kësaj, me njëri krojnë të dhejtëshë, nuk është ai kur farë, po këtu po manipulohet me funksionin e presidentës, po kujtoj se edhe vetë presidentja ka hyrë këtë valle, tu mendoj se do ta krijon edhe një mandat dytë e tjera, cilat objektivisht skenës politike nuk po i bën ndonjë shërbim të mirë, sepse automatikisht krijon një anësi. Skena politike të nal nuk ka nevojë për anësi, ka nevojë për kompromise, ka nevojë për marrëveshje. Pra konsideroni që pozicioni presidentës e rëndoi edhe më shumë situatën mungesa unifikuese figurës së saj. Nëse vazhdohet në këtë formë, për shembull që edhe ajo dhe lëvizja vetëvendosje mendojnë se po krijon një aleancë, një farë lidhje që mund të detyrojë të tjerë, ajo do të shkojë në dëm të vetë presidentës, po dhe në dëm të vetëvendosjes, e cila me atë faktor nuk mund të krijojë një konstelacion të bashkëpunimit me partitë. Por gjykata konstitucione dy herë ka thonë se duhet biseda, konsenzus politik. Nuk ka pa konsenzus politik. Sot e kemi në krejt botën. Politika është arti i të mundshmes, është arti i bisedimeve, arti i zgjidhjes, ku edhe zgjidhjet e njëherë duken të papërballueshme. Të na përkundrazi. Më rënë edhe diçka për shembull, që sot është shumë brengose për mua, jo vetëm për mua. Nga hiqi është kriju shteti i Kosovës. Sot shtetin e Kosovës gati kemi këtu në hiq. Duhet kemi shumë parasysh këtë konstelacion. Shteti i Kosovës është, thash, arritur në shumë e madhe shqiptarizmit. Është kriju në sajt e ndërhyrjes drejt për drejt ushtarakët perëndimit. Nuk përjashtohet angazhimi shekullor i joni, përpjekjet deri te gjaku, deri te po ato nuk do të mjaftonin fare, po që se nuk do të ishte angazhimi ushtarak i NATO-s dhe i perëndimit në këtë konstelacion. Prandaj kjo neve na obligon që të jemi të përgjegjshëm. Shtetin e Kosovës ta shikojmë si të arritur në më të madhe, jo shtetin ta shikojmë na si një plaçk për që të pasionohemi me të, që të luajmë me të. Edhe gjithë segmentet e shtetit Kosovës t'ja nështrojnë
konstelacione të partive politike. Nësët e kom thonë dhe po thëmë prapë. Asqërimi nuk arrit kthehet në lirit plot, çfarë vërtet dimenzionin për sferat e as parlamentarizmi nuk arrit më kthejnë demokraci. Si e kemi në sot parlamentin pas 20 e sa vjetë? E kemi me feude, me grupe ndryshme edhe me mafi politike. Këto tre faktor e kanë diskreditu parlamentarizmin të na deri në nivelet ma të rënda degradimit, sa që edhe shumë qytetarë ma nuk dalin të votojnë. I kemi grupe të saktume, katone të saktume që japin ka 5-6 deputet. Domethënë kjo është ajo sindromi vjetër i votimit me një listë zgjedhore, që për asap të imi dashtë moti ajo punë të rregullohet, i kemi 8 njësi zgjedhore dhe jo të ndodhë një që 5-16 vjetë, 20 vjetë shet njëjtit deputet. Shumë prej tyne janë fare ignorant kuptimin e qasjes politike. Mos flasim për gjuhën politike që manifestojnë për konfrontimet e tyne dhe për preashtimin e konsenzusit. Prandaj këto deshta them, ku kemi ardhur në situatë që parlamentarizmin na ta degradojmë këtë formën cilën është. Dhe prandaj po them, nuk jam optimist asaj zgjedhjet e dhëtorit tash që s'do të na përsëritet prapë njëjtë skenar, prapë njëjtat lojna. Jam gati dëshpëruar me konceptet që të krijojmë kriza në mënyrë që nëpërmes krizave mandej të mbijetojmë, të dalim sikur dikush ka shtëpinë, del mandej thotë hajde ta fikim zjarrin ose zjarrin fiks. Politika jonë shumëtën këto vitet fundit është politik e zjarrvenzve dhe e zjarrfiksve. Këte ka të regu dhe veriu, këte ka të regu dhe të le proceset tjera. Këte ka të regu dhe ajo që është edhe me rëndë sot mediumet. Shikoni çfarë ndodhen dhe për televizionet tona sot. Debatet tona janë më shumë gati sikur ato bordellat. Po them, ku kemi një striptiz të faktorëve të ndryshëm që rënojnë çdo normë, bëhet në zhurmë, deri ato fizike kemi ndeshjet, shumë prej tyre janë profesor të fakulteteve, janë kështu, janë autoritete. Çfarë mesazhe japin ata analista që dalin për natë me të njëjtat pallavra shordojnë miletin, edhe ata janë edhe profesorë, janë asimtarë, majnë postet, edhe ata janë po ashtu barës të... Të zotni Buxhovi, si duhet nisë ndryshimi, emancipimi kësaj skene politike që e përmendi? Emancipimi për asaptimin i paraqet sot në 2 sfera. Na duhet ta kemi patriotizmin kushtetues. Ta kemi patriotizmin shtetin e ligjit. Nëse na e kthejmë patriotizmin kushtetues, shtetin e ligjit edhe respektin e demokracisë, parlamentarizmin, parlamentarizmin e kthejmë demokraci, ku do të ketë konkurrencë, idesh, programesh, e jo huliganizëm, rrugaqëri, çfarë ka. Këto janë dyjat. Mediumet tona dhe në përgjithësi shoqëria jonë duhet të edukoj qytetarin tonë që t'i besoj shtetit. Duhet ta ketë patriotizmin kushtetues dhe patriotizmin shtetënor. Shteti është ai i cili sot duhet të jetë e shajt. Shteti është ai i cili është kornizë edhe të gjitha një formulë e përgjithshme. Këto janë ato që duhet qytetarisë t'i kthehet besimi. Pa këto, qytetaria do të abstenoj. Ne do të vim në situatë, tash kemi edhe ashtu shkallën e ulët të votuesve, pavarësisht manipulimeve që jepen shifra nga njerë çuditshme, 2-3 milion gati dalin votues, a Kosova nuk ka rezistent mirë, as 1 milion banor nuk e ka, kështu pas gjitha parametrave. Edhe ata dalin, ndërkohë që votues real kemi pak, edhe kemi pas edhe më pak. Kjo që ka ndodhur, ky cirku që një vit gati. Unë besoj që do të reflektohet shumë në zgjedhjet e tashme. Shumë qytetarë nuk do të dalin, sepse janë të dëshpëruar. Janë dëshpëruar aty në cili është dhënë besimi, tallen
luajnë, shkojnë në parlament, demonstrojnë mod, demonstrojnë të farë maskarlëqesh, e jo kulturë qytetare, kulturë parlamentare. Ata në përfaqësues të sjellën të një popullit. Ata kanë edhe mbrojtjen ligjore kanë çdo gjë, plus e marrin ka 2-3 euro në muaj, ndërkohë që shtresa qytetarët ballafaqohen që për një vit me një inflacion shumë të rëndë. Unë jam po nisem për vjetet, jam qytetar i thjesht, jam i pensionuar, ndër ata që janë në 200-300.000. Për ditë e ma tepër familja ime rrezikohet për kafshatën e gojës. Shikoni, kur jemi ardhur në këtë gjendje shumë lehtë manipulojnë mandej shtresa të tjera, jep një sadakës që thotë që po të shtoj 20 euro, 100 euro, nuk shkon. Nëse në një popull e bim në situatë që të luftoj për një kafshat, nëse një popull i cili nuk mundet të paguj rrymin, ose nuk mundet një aspirin të blej, sepse spitalet tona dhe këtë janë kriminalizu me kësia private. Është një dehumanizim shumë i madhe, gjitha segmenteve. Prandaj, këtu desha të them se përgjësia politike edhe intelektuale është sot jemi ardhur në situatë kur duhet ta kthejmë këtë segment. Nëse nuk e kthejmë këtë segment, atëherë lirisht mund të themi se ka dështu shteti i Kosovës prej klasës politike. Ato që dikur Fajkonisa i thoshte adin se Shqipnin do ta vrasin shqiptarët. Ai i thoshte me ironi, por kishte parasysh pikërisht atë gjendje kaotike kur grupet të ndryshme luftojshin kundër unitetit, na gati kemi ardhur aty. Grupet politike, interesat të ndryshme, kështu që kush nuk e ka interesin e shtetit. Thoni që situata shqiptarëve në këtë përvjetor është e rëndë, po cila është situata shqiptarëve në gjitha trojet tani? Situata shqiptarëve në gjitha trojet e tyre, cila është sot? Unë e thashtë në fillim. Situata strategjike është ndër më të mirët në këtë shekull, sepse jemi përfundimisht në pjesë e perëndimit. Do të thotë ata që 12-shën nuk ja lëluan vetit, fillojnë lufta e parë botërore, 44-45 komunizmi, na qiti në sferë tjetër, tash jemi në botën perëndimore. Kjo është një fitore jashtëzakonshme. Prandaj këtu dëshpërimi i njerëzve që e donë këtë vend, aty në idealistëve që kanë punu për ta, intelektualve, është të kjo. Pse sot, kur e kemi këtë fushën e hapur, sikur në futboll që thuhet e ki një penalti pa portier, nuk mundesh me bë gol, na veprojmë kundra kësaj gjendje. Edhe prandaj prapë po them, na duhet vetëm një orientim intelektual, kulturor, politik, na jemi në orën e drejtë. Bota shqiptare do thot me 2 shtete. Është një fuqi rajonale. Shqipëria për fat mirë është NATO. Është afër bashkimit, pavarësisht çka ka brenda ato zhvillimet politike, ato janë çështje që shumë shtete përcjellin, por Zoti Buxhovi, duket që zhvillimet e brendshme politike të dyja shtetet i kanë mbajtur më shumë peng se sa kjo rruga me cilën kanë ecur më shpejt drejt perëndimit, apo jo? Përse? Për shkak klasës politike? Klasa politike, papërgjithshëm. Tash, Shqipëria mund ta ketë luksin edhe të vritin për parlament, e ka firmën, është shtet, është NATO. Kosova nuk e ka atë. Kosova i ka 2-3 karcinome përmenda organizmit vet, që duhet vazhdimisht ato metastaza të njekë dhe organizmit të ta imunizojë disi që të mos bijë mes atyne, s'po përmendni po di çfarë. Dhe kjo është ai dallimi mes Shqipërisë. Po. Shteti i Kosovës ende nuk është i krym, se ende nuk është pranuar ndërkombëtarisht. Shteti i Kosovës sot mas 25 vjetë duhet ta themi, është edhe në sanksione në raport me evropianët. Shteti i Kosovës nuk e gëzon më autoritetin e SBA-ve. Bele është heqë edhe prej dialogu strategjik. Këto gjëra janë shumë të rëndësishme. Pra Kosova po thoni që po shkon duke humbur mbështetjen ndërkombëtare. Deri tash e ka humb. Këto 3-4 vjet e fundit e ka humb. Metë që kjo politik tash se ka ardhur një gjendje shumë të rëndë edhe ta përmisoj, ta rekuperoj. Kjo është detyra unë pres nga zgjedhjet e ardhshme që kjo politik
Sado që jam pesimist, janë aktor të njëjtë. Nëse janë aktor të njëjtë, do të thonë edhe loja do të jetë e njëjtë. Që ta ketë parasysh këtë faktor dhe të vetëdijsohet. Mos ta shikojnë interesin personal, mos i shikojnë milionat e veta, mos i shikojnë privilegjet, mos i shikojnë këto firmat e msheftat, por ta shikojnë interesin. T'i kthejnë 4 shtylla të rrenume: kultura, artësimi, shëndetësia, ekonomia. Këto janë rrenut 4 të thatë. Pa këto nuk ka shtet, pa këto humbë besimi të rive që shka humbë, ka ndalë Kosova zbraz, por duhet bëq mas që këta që kanë mirë ta shohin perspektivën këto. Këtu jam pesimist, dhe kjo klasë politike që në pruni këtë në gjenje duhet vetëdijsohet se nuk mund të jetojnë as ata pa qytetarë të Kosovës. Po, atëherë Zoti Buxhovi, faleminderit që ishit sot me ne. Faleminderit se për jush. Faleminderit shumë. Dhe pas kësaj interviste tani është koha për bllokun e zhvillimeve ndërkombëtare në këtë blok.